Praimi I kësaj të shtune u hap me një atmosferë të ngarkuar dhe plot tension, duke sjellë emocione të forta si për banorët, ashtu edhe për publikun përpara ekranit. Në qendër të vëmendjes ishte eliminimi I banorës Armelia nga gara e Big Brother VIP Albania 5. Një vendim që erdhi pas vlerësimit të përgjithshëm të sjelljes dhe dinamikave të banorëve gjatë gjithë javës. Vendimi I vëllait të madh ndikoi drejt për drejt në rrjedhën e lojës, duke ndryshuar balancat brenda shtëpisë dhe duke krijuar tension mes banorëve të mbetur. Eliminimi I Armelias u shoqërua me reagime të ndryshme, ku disa banorë u shfaqën të prekur emocionalisht, ndërsa të tjerë pan largimin e saj si një pikë kthese strategjike në garë. Armelia ishte bërë pjesë e shtëpisë gjatë primejit të dytë dhe megjithse qëndrimi I saj nuk zgjati deri në fazat finale të spektaklit, ajo arriti të lërë gjurmë me prezencën dhe ndërveprimet e saj me banorët e tjerë. Largimi I saj I papritur I dha praimit një dimension më dramatik, duke theksuar se në Big Brother çdo vendim mund të ndryshojë fatin e lojës në qas. Ky moment shënoi një nga episodet më emocionale të këtij sezoni, duke ndezur diskutime dhe reagime të shumta edhe jashtë shtëpisë, veçanërisht në rrjetet sociale, ku publiku ndau mendime të ndryshme mbi vendimin dhe mbi rrugtimin e Armelias në këtë forma. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.